Tani më the për mëmsinë dhe do ta lidh me librin që të prezantova në fillim. Një nga sfidat e grave në media është momenti kur bëhesh nën, edhe libri quhet jo më të qara në newsroom, pra çfarë lloj gjëje që ne kemi jashtë newsroomit duhet mbetet jashtë saj. Po ndërkohë lëm gjëra të rëndësishme, siç është mëmsia. Si ishte kjo përballja të bërit nën, fillimisht si ndjesi dhe pastaj si u desh të integrohesh me profesionin e vështirë, e të bukur të gazetarisë? Është pak atipike, por unë do flas një moment tjetër për gjithçka. Është pak atipike raporti im, sepse ndodhen shumë gjëra në momentin. Djali ishte 1 vjeç, unë fillova punë te Zëri i Amerikës, gjërat rodhen në një drejtim që nuk u pasuan nga një divorc, nuk ishin shumë thjeshta. Por unë ti të them këtë, dhe nuk e them vetëm për periudhën e Amerikës. Televizioni për mua ka qenë një këmish force. Një këmish force që në momente të caktuara më ka mbajtur. Do të thotë që kur hyja në atë godin, nuk ka rëndësi në Amerikë, në Tiranë, në Klan, në Euronews, nuk ka rëndësi. Mbrapa ati trau, unë lija gjithë traumën time dhe kur hyja këtu, unë kisha përgjegjësi për ata njerëz që do uleshin përpara ekranit tyre, të shikonin lajmet e mia apo të ndiqnin emisionin tim. Kjo gjë, pavarësisht se ka qenë e kam dashur apo jo në momentin që e kam kaluar, për mua ka qenë ekuilibri. Pra, për mua kamera në një moment ka qenë terapia më e mirë e mundshme. Kështu që duke pasur këtë fokus, duke e ditur që dita ime do organizoj në një mënyrë të tillë që çdo lloj gjëje që ndodhte, në orën 5 do mbaroj, sepse unë në orën 5 jam televizion. Do i në grim, kam komunikimin me grimjoret e mia, do flas me redaktorin, me vajzën, me gazetaren time, me të ftuarin etj. Pra kjo lloj gjëje për mua ka qenë, siç e thash, një këmish force që më ka mbajtur fort në fakt. Dhe unë e kam orientuar jetën time kështu.